Nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Sot gjithë kisha ortodokse në gjithë botën, por edhe në këtë vend, edhe në këtë fshat ka panajir, ka fest, sepse sot jemi mbledhur në nderim dhe kujtim të mrekullueshmërit të madh Shën Nikollës, një nga shenjtët më të spikatur në renë e shenjtorëve, që bashkë me Shën Spiridonin, që e festojmë më 12 të dhjetorit, si thot edhe Shën Kleopa Ilje, janë nga shenjtorët më mrekullibërës, më të veçantë, që ne të krishterë ortodoks i nderojmë, sepse ata bën një jetë shumë të shenjtë, e lavdëruan Perëndin kur ishin në këtë jetë, i shërbyen Perëndis dhe popullit Perëndis. Perëndia i vlerësoi me dhurata të jashtëzakonshme, me çuditëra dhe mrekulli për lavdinë e Zotit, për nderin e tyre dhe në ndihmë të njerëzve, por edhe kur tani janë i qejt në lavdinë e Perëndis, nuk pushojnë së ndërmjetuar dhe ndihmuar njerëzit në nevojë dhe veçanërisht ne të krishterë ortodoks. Prandaj ne të krishterë ortodoks jemi njerëzit më të privilegjuar. Kemi miq të pushtetshëm, miq të cilët ndërmjetojnë për ne tek Perëndia dhe lutem për ne. Por problemi është, a i nderojmë ne këta miq? A i respektojmë? A ju lutemi atyre? Apo thjesht vetëm kur biem në vështirësi pas zgjidhje kujtohemi për miqtë e Perëndis, kujtohemi për shenjtorët, një ndër ta dhe Shën Nikolla. Por shenjtorët nuk mbajnë mëri. Shenjtorët janë mbushur me dashurinë e Zotit, që kërkon faljen e mëkatarit, kthimin e mëkatarit. Prandaj sa që i kërkojmë shenjtorët, ata na përgjigjen. Dhe na përgjigjen duke na plotësuar kërkesat tona. Kuptohet kur ato janë për të mirën tonë sipas vullnetit të Zotit. Një ndër këta shenjtorë, dhe thash më i spikaturi, është dhe Shën Nikolla, shenjtor mrekulibërës, që fatmirësisht fshati juaj ka një kishë dedikuar atij dhe është shenjtori mbrojtës i këtij fshati, që ka mbrojtur paraardhësit tuaj brez pas brezi, po ju mbron ju dhe fëmijët tuaj dhe ata që do të vinë deri në fundin e kohërave. Prandaj është detyra jon që t'i shërbejmë kësaj kishe dhe ta mbushim të kishë me prezencën tonë, me adhurim, me falënderim, me lutje, që Perëndia me shenjtorët jetë me ne. Po le të flasim dhe dy fjalë për të kujtuar kush është ky shenjtor kaq i madh, që edhe pse sheku i kanë kaluar, fama e tij kur nuk zbehet, por ai rritet vazhdimisht, ashtu siç ai diell që agon në mëngjes dhe pasaj bëhet i fortë dhe mbizotrues në mesditë. Kështu është dhe figura e Shën Nikollës. Nga koha në kohë, nga shekuj në shekuj, ai është rritur dhe nuk është zbehur asnjëherë. Shën Nikolla ka lindur në shekullin e 3 nga prindërt të krishterë. E mori emrin Nikolla. Fjala Nikolla vjen nga greqishtja, që është bashkimi i dy fjalës, Nika, fitore, dhe Laos, popull, që do thot fitore e popullit. Dhe vërtet Nikolla, që kur ishte i vogël, foshnje, dalloi, ishte një bekim i Perëndis. Dha një shenjë Perëndia në foshnjërinë e tij. Nuk e thithë gjinë e nënës së tij të mërkur dhe të premte, deri në të perënduar të diellit. Kreshmonte, sipas ligjit që ka kisha të mërkur dhe të premte. Ashtu siç jemi dhe ne në ligjin kreshmor tani për Krishtlindje, për të përgatitur për Krishtlindje. Dhe u rit nga prindrit me besim në Zotin. U përkushtua që fëmijë, adoleshent, i ri. Mbeti jetim në moshë të re, por nuk e humbi orientimin. Dhe madje diti ta menaxhoi mirë dhe pasurinë që i kishin lënë prindrit. Jo duke çuar atë drejt dëshirave rinore, por në shërbim të nevojave të të afërmit, të njerëzve të cilët ishin uritur, të etur, të dëshpëruar. Prandaj është edhe një nga mrekullitë e tij që është unikale dhe është shembull frymëzimi për krishterë në çdo kohë. Madje është bërë dhe një lloj miti. Tregohet një herë se një banor i Mirës, që ishte në vendin ku jetonte Shën Nikolla, falimentoi. Ai e humbi gjithë pasurinë e tij dhe nuk ishte me çfarë të jetonte. Kishte 3 vajza që duhet t'i
kujdesesh për to, ti ushqente ato, po nuk mundej. Atëre nga dëshpërimi erdhi një mendim nga djalli. Ti çonte vajzat në prostitucion, ti nxirte në rrugë, që ato të siguronin ushqimin për vete dhe për babain e tyre. Por Shën Nikola u njoftua për këtë gjendje dëshpëruese dhe për këtë vendim kaq të gabuar të këtij prindi të pabes në providencën hyjnore. Çfarë bëri? Nuk vajti ta kritikoi, as të qortoi. As të thot fjalë të bukura që shpeshherë i kthemi neve tek njerëzit në nevojë dhe nuk bëjmë asgjë. Por Shën Nikola fshetas mori një çorape, mori disa flori, pra aparat florita, dhe i futi në këto çorape dhe shkruajti një letër. Mik, kjo është prika për vajzën tënde të parë, dhe ja hodhi fshetas në avli. Ky njeri, kur doli në avli, pa të çorape me ato florit dhe lavdëroi Perëndin që të paktën një vajzë ai mund ta shpëtonte nga kthetrat e prostitucionit. E martoi vajzën e parë. Por nuk kaloi shumë dhe një tjetër çorape ra përsëri në avlinë e tij, po me aq flori dhe me të njëjtën letër. Kjo është për vajzën tënde të dytë, prika. E martoi dhe të dytën, po priste tani dhe për të tretën. Nuk e dinte kush ja bënte këtë të mirë, kush ishte ky njeri kaq zëmërgjër, që jepte nga pasuria e tij për këtë njeri në këtë hall kaq të madh që i kishte rënë. Rinte natën çdo herë te dritarja për të parë kush ishte. Dhe një natë ai pa një dorë që u zgjat, edhe çorapja ra brenda në avli. Hapi me nxitim derën, po ç'të shikoj? Ishte Nikola. Nikola i tha: duhet të besosh në providencën hyjnore, jo të dëshpërohesh, e të biesh në mendime dhe në gabime të tilla. E që këtë tutje beso tek Zoti. Dhe nuk do t'i tregosh askujt për atë unë çfarë të bëra derisa unë të jem në këtë jetë. Dhe kështu ai martoi edhe vajzën e tretë dhe shpëtoi. Kjo ngjarje u mor vesh mbasi Shën Nikola u largua tek Zoti dhe u bë proverbiale, pra u bë një ngjarje e jashtëzakonshme që mbeti gjatë shekujve. Dhe është një traditë e bukur që njerëzit kur ishte data 6 ose 5/6 në nderin të Shën Nikolës, linin çorape në për avli ose në për shtëpi dhe prisnin që të vinte Shën Nikola t'i mbushte me dhurata. Patjetër që Shën Nikola nuk vinte gjithmonë, por ishin prindrit ata që brenda këtyre çorapeve ose njerëz bamirës që fusin dhurata për fëmijët. Kjo është ajo tradita që ka mbetur, që tani është spostuar për Krishtlindje, po ka qenë në ditën e Shën Nikolës, që në datën 6 dhjetor ndaheshin dhurata për fëmijët, sepse Shën Nikola ishte shembulli i dhuruesit, i përdëllysit për njerëzit nevojë edhe për fëmijët. Prandaj edhe këtë traditë neve duhet ta ripërtërim, sepse kjo traditë u prish kur erdhi në shekullin e 16 Martin Luteri, i cili devijoi nga tradita e krishterë duke dhënë një tjetër besim, atë besim protestant që është kundër besimit tonë. Edhe zëvendësoi ndarjen e dhuratave në 6 dhjetor për ditën e Shën Nikolës në datën 25 dhjetor. Dhe shikojmë që njerëzit në 25 dhjetor bëjnë dhurata njëri tjetrit, por nuk mendojnë për dhuratën më të madhe, për atë që ka ditën e lindjes, për Krishtin. Dhe kështu eklipsohet Krishtlindja dhe është bërë një festë komerciale. Shikoni se si punon djalli, me sa hile, me sa të fshetësi. Pra, na e transformon traditën tonë dhe kërkon që edhe shenjtorët, por dhe festat tona t'i kthej thjesht në gjëra komerciale. Edhe diçka tjetër, që është e gabuar, është blasfemi. Shikojmë sot në botë që shfaqet një plak me një bark të madh i veshur me rroba të kuqe, me çizme, me kapele, me veshje marinari. Dhe quhet Santa Claus ose Baba Natale. Dhe çfarë bëjmë? E shikojmë dhe në për reklama, e shikojmë në për lodra, dhe e majmë dhe vëmë shpirtona dhe vëmë aty dhe na duket sikur kemi sjellë një gjë të madhe në shtëpi, një fat të madh. Ky figurë nuk është gjë tjetër veç se është një shpërfytyrim mëkatar, blasfemus i Shën Nikolës. Shën Nikola nuk është një person i tillë, i shfaqur i tillë, aq më shumë dhe sot Santa Claus i kanë vënë një grua, i kanë vënë një slit me drer që fluturon në qiell dhe sjell dhurata fëmijëve nga Oxhaku. Çfarë janë këto gjëra? Dhe më e keqja është se ne të krishterët ja mësojmë dhe fëmijëve. I mësojmë fëmijët me prralla të tjera pagane
me mite të tilla, i largojmë nga shenjtorët dhe i kthejmë edhe ditët e shenjtorëve, por dhe ditën e Krishtlindjes në festa pagane. Gabim. Ne duhet i ruajmë traditat tona, t'i nderojmë shenjtorët tanë ashtu siç i takon, dhe mos të pleksemi, të ndyrësohemi me këto tradita e botës mëkatare, materialiste, pasionante, që ka perëndi barkun e vet, ose ka perëndi vetëm atë që shohin, dëgjojnë dhe prekun pra materjen. Të dashur krishterë, i themi të gjitha këto se ne jemi të krishterë ortodoks. Fjala ortodoks do të thotë i vërtet, as majt as djathtë as mos tolerosh, po të rish në mes, t'i ruajmë nderimin e shenjtorëve. Si nderohet një shenjtor, si nderohet Shën Nikolla, edhe në fshatin tuaj, edhe në kishën tuaj. E para, ju duhet të vini në këtë kishë në këtë ditë, dhe çdo ditë të diel dhe ditë të kremte. Sepse ju keni nevojë për Zotin. Ju keni nevojë për Shën Nikollën. Nuk ka nevojë as Zoti as shenjti për juve. Dhe kjo kishë është për ju. Tjetra, neve duhet ta dimë jetën e shenjtorit. Ta mësojmë për vete, t'ja mësojmë fëmijëve, nipa mbesave. E treta, duhet ta imitojmë. Si imitohet një shenjtor? Ne nuk mund të bëhemi për shembull si Shën Nikolla që ishte prift ose shërbente në kishë, por mund të imitojmë të virtutet. Ja virtuti i Shën Nikollës, atë që tham, përdallimi, duke ndihmuar njerëzit në nevojë. Sot, edhe pse bota është kaq e qytetarizuar, kaq e pasuruar, ka probleme sociale të jashtëzakonshme, edhe vendi ynë, edhe këtu në fshatin tuaj, ndoshta ka njerëz që nuk e sigurojnë bukën e gojës për arsye ndryshme. Ne nuk mund të qëndrojmë indiferent. As të gjykojmë ata, ai është dembel, ai nuk punon, ai kështu, le të vrasi veten. Jo, nuk është zgjidhja kjo. Zgjidhja është nëse ti ke diçka të tepërt, jepi atij që nuk ka. Dhe këtë mos e bëj me bujë, për të rënë trumpetave që gjithë marrin vesh që ti po bën një bamirësi. Të dalin edhe në për emisione televizive, siç bëjnë sot këta bamirësët e mëdhenj, që na vjedhin gjatë natës e na tregojnë bamirës gjatë ditës. Mos u gënjeni. Ajo që është e mirë bëhet fshetas. Si thot Zoti, mos marri vesh e djathtas që bën e majta. Jepeni fshetas lëmojshën tuaj, pa ju ofenduar njerëzit, dhe besoni tek Zoti. Sepse ajo që jepet fshetas dhe jepet me dashuri, Zoti e merr, edhe vendos në bankën tënde qellore, dhe do ta kthej një ditë me një indeks shumë të madh. Do ta japi edhe jetë e shëndet ty e fëmijëve tu, edhe mbi të gjitha në mbretërinë e qiellit do kesh një pasuri. Ndryshe, nëse gjërat i mbajmë vetëm për vete, do t'i humbim. Nuk do t'i gëzojmë as ne, as fëmijët tanë. Sepse Zoti thot, lumë të përdollyeshmit që do gjejnë përdollim. Pra kështu le ta imitojmë Shën Nikollën, t'i japim dhurata njerëzve në nevojë, edhe të sillim atë traditë. Sot blini një dhuratë, jepi ani fëmijëve, i keni nga neve, por me ndihmën e Zotit dhe të Shën Nikollës. Dhe çoni një dhuratë te një fëmijë që është i varfër ose diçka ushqime te njerëzit në nevojë. Kështu pra ne kemi imituar shenjtorin. Kështu kemi bekimin e shenjtorit dhe bekimin e Zotit. Amin.